Në zgjohu. Mirë se data shënon 17 mars. 2026. Duke çfarë mëngjesi ka nisur që as datën s'mbaj mend. Por do rikuperohemi rrugës. Juve si keni qenë? Mirë. Mirë. Si ka nisë kjo verë për ju? Kjo verë ishte fantastike. Që nga data 14 deri më tani kanë qytetet më të bukura të sipër. Ashtu. Përveç se sot, sepse sot prish koha, me thënë drejtën, do të kemi pak shi në zonën e Tiranës të paktën. Edhe që mund të dihet tani, shiu nuk është e preferuara ime, le të them, nga kondicionet meteorologjike. Pra ca muash nuk e thënë këtë gjë. Jo, që edhe shiu duhet, do me thënë, nuk është se ishte nga ta personi që se preferon shiu. Duhet, jo të se preferoj unë, duhet për tokën, duhet për... Unë kam thënë që e preferoj shiu. Ti po, e di, në dimër, jo në verë. Sa herë ankohem që më thot tiri, po hëmë pëse bën kështu, se në funditës shiu gjë e natyrës është duhet për tokën, për njerëzit, për bimët, për gjë. Po duhet, ma duhet. Por unë e urej shiu dhe mos kur kam punë. Kur nuk kam punë dhe ri në shtëpi, lere të bjerë shi sa të doj, nuk e kam problem. Duhet, por me që atë, ne i herë këshu... Në të rrallë. është okej. Mua më shqetëson këtë ndryshimet e kohës për të vetëm në arsye që na luahat edhe humorin. Se kur është dielli jemi shumë ndryshe, më energjik, sa fillon e vrejnët koha, ne fillojmë kështu për kur zgjohet, e kështu gjërash. Po se ja, për shumë një arsye është fakti që kur mbarojmë në emisionin, e dim shumë mirë që të shkojmë pinë kafe te veni. Te veni që ka diell. Te veni që ka diell. Por sot nuk ka diell. Sot nuk ka diell. Sot as ne s'kemi kohë. As kohë nuk kemi. Po, për da i vëndis nuk shio po s'pati diell. O do futesh brënda ta i lokali, o do rrisjesh... Si të ja bëjmë për të filloj dielli i fort. Aty ku do gjejmë. Prandaj pranvera është tina më e bukur për mendimin tim. Pranvera është... Tina më e bukur e jetës. Unë dua një vend, përse duhet të ketë në botë, një vend që është 12 muaj të vitit, tjetë pranverë. Ashtu. Po mund të ndryshosh vendere pas se vetëm një sti nuk besoj të ketë, po duhet të jetë pranverë. Ka patri që ka. Si që është letemi venet e lindjes mesme që janë mësë kryesisht verë. Verë. Që e temperaturat e lartë. Po ti mund të lëvizësh o. 3 muaj andej, 3 muaj këtej, fillon dimër në vend, ikën. Nuk të pëlqen ti është pak shumë bohem nga natyra. Po, me thënë drejtën të ndroj vend shpesh jo. Jo. Duhet interesante, por
Por aq, për të tjerët, jo për ne. Gjë tjetër jo. Okej, mirë, shpresojmë edhe për ju të ketë nisur mëngjesi mirë pavarësisht kohës. Përveç Tiranës kam përshtypjen se edhe një pjesë e Shqipërisë do të ketë sa shira lokal, pa asgjë për të shqetësuar, se tek e fundit ka stinën. Është thjesht për ta thyer pak sot, për të hequr pak atë vapën. Madje për fshatarët duhet jetë bereqet, sepse mund të kenë të mbjellat, ju duhet shio. Pa tjetër, në disa gëzojnë. Do shta ata po lutën. Po, se kur është nga të shirat pasaj të dëndur, pa të kesh i prishin arat. Nuk do jetë ashtu, do jetë shi normal. Dhe zjasit deri në orët e parë të mëngjesit të ditës nesërme, po kaq. Po sa i përgatitur është nga moti ky, më çudit her pas here. Është mëngjes për mëngjes. E shoh shpesh. Nuk ka ndonjë punë tjetër. Gjithmonë para se të vishëm shoh një herë motin. Ashtu. Po, para se të çohet fare nga krevati. Nuk ta tregojnë kockat nga telefoni. Ke parasysh njerëzit që çon nga gjumi dhe futen bëjnë scrolling? Po, ti ishe motin. Ti ishe motin. Jo, më bën çudi që Gjyshi. Jo, më bën çudi që she po thoya, sepse në moshën që ke duhet ta tregoni kockat kur do të bjerë shi, eshtrat. Akoma s'ka marrë në mosh. Drejt. A mos e gjithë ndjehemi çik. Për sot nuk kam se kuptoj fare si funksionon. Se kupton, ë? Ja i shëndetshëm. Ne Jo, tjerë. do të qemë shëndetshëm, po nuk e di. Nuk e di, kam përshtypjen që është aftësi që jo gjithë e kanë. Pra jetë gjithë 32 vjeçare ka këtë aftësinë. Thjesht kemi, ajo është thjesht lidhja që kemi me tokën, se nuk ka të bëjë konkretisht me shirat. Ndjejnë eshtrat, kush ka probleme me kockat, sidomos të moshuarit, e ndjejnë atë pjesë lagështire se fillojnë ju dhëmbin kockat. Pra ato që kanë Nuk flasin kot ata, ose ata që kanë pësuar dëmtime. Po. Në sensi, ata që mund të kenë pasur një këmbë të thyer. Po, ata automatikisht pas asaj kanë ndjesira të ndryshme. Për shembull, kam rastin e motrës time që e ka thyer këmbën që në adoleshencë, edhe sot tani, asaj fryet pak këmba kur jëntet. Po, për shkak të motit. Po, për shkak të motit, për shkak se e ndjen. E shikon më që nuk flasin kot të parët. Jo, patjetër. Ndryshon Kushtë është shkojnë e këtë muhabetin e dhimbjes së kockave me motin? Më duket një fizioterapist, se do kemi pasur në studio. Në ata që pak ashtu nuk është ka shumë lidhje, po deri diku ndryshimet klimatike ndikojnë dhe në trupin tonë, si dhe shoh. Po, e vërtet, është normar në trup në të gjitha. Okej, mirë, përmbledhemi tani dhe prezantojmë pak të ftuarit. I pari që do të vijë është Pavli Brozi dhe do të flasim fiks, e keni parasysh që tani filloi pranvera edhe njerëzit filluan të shkojnë në plazh dhe tani po e kuptojnë se sa kilogram kanë shtuar, se fillojnë heqin rrobat e trasha dhe atë shohin që si bëjnë me rrobat e verës. Dhe është fiks periudha për të nisur dieta dhe palestrën, por pas forco. Dhe Pavli sot do të na tregojë mënyra se si të dobësohemi pa vuajtur. Pra, pa pasur atë ndjenjë të tmerrshme të uris, pa pasur të problemin që do shtrydhesh aty në palestër, do kullosh. Kështu që duhet gjetur patjetër se ku vjen problemi shëndetësor, si pasojë e stresit, tiroides, apo hormoneve, shumë probleme të tjera që duhen para se të nisim një dietë përshtatshme për trupin ton. Pra, thelbi gjithë intervistës është si të dobësohemi pa vuajtur. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, që as trupi, as mendja juaj ta përjetojë në mënyrë të keqe këtë dobësimin. Nuk është se ka dieta, pak në këto dieta që japin nutricionistët, nuk është se janë dieta që duhet të vuajmë. Njerëzit e vuajnë pjesën e dietës. Gjitha është e vullneti, sepse s'kemi vullnetin prandaj e vuajmë. Jo, unë e kam vëre, në momentin që dhe vetë mund të bëj ca dieta të caktuara që mund t'i lexoj diku, ka dieta që nëse ti ha të balancuara nuk ke pikurje gjithë ditën. Ke dieta të tjera që ti sforcon trupin në një lloj pike që ndjen. Nëse ti thua truri ka muri, jo, nuk është vetëm të ajo pjesa, është balanca e vlerave ditore që ti merr, po edhe kontrolli i këtyre hormoneve, edhe alternimi. Edhe vuajtja, po spiva pija me gaz për shembull, unë da vuaj gjithsesi. Pa do të më japësh ti më. Kam përshtypjen që Pavli do të thotë që edhe mund ta pish ndonjë pije me gaz tek këtu. Jo, unë me sa di Pavli nuk ka thënë kurrë stop sheqerit, stop gjërave tani. Më thunë, edhe instruktorët e palestrat, po kushdo e thotë që të paktën një herë në javë, të ka jo cheat day mund... Cheat meal, po. Cheat meal mund të marrësh. Pra mund të abuzoni një vakt është ideja. Një vakt mund të toleroni vetës. Po me alternativa. Mirë. Çokoladë. Një vakt në javë, flasim, jo një vakt në ditë. Na i shpjegon Pavli të gjitha, më pas. Okej, dhe më pas, do të kemi lidhje Skype, një çift, le të themi që na janë shfaqur në rrjetet sociale në TikTok. Bëhet fjalë për Elvana Prendi dhe Donaldo Ndoka, të cilët do të bëhen shumë shpejt prindër, po vitet e tyre në TikTok, le të themi mua më tërhoqën shumë,
sepse ishin shumë të bukura, deri diku pak fani për shtatzanin e Elvanës, kishin përdorur disa trende dhe disa meme. Çifti jetojnë në Belgjik, s'kan shumë që janë shpërngulur atje për të nisur jetën e tyre të re. Do na tregojmë pak se si ata janë njohur me njëri tjetrin, na tregojmë pak për historinë e tyre dashurisë. Me thënë të drejtën janë nga ato çifte të cilët i kanë marrë hapat shumë shpejt. Kanë pasur një dashuri me shikim të parë, dhe brenda 3 muajve kanë nisur bashkëtesën, pas 8 muajsh më pas e kanë bërë zyrtare, janë fejuar, propozimet për martesë, pra ka ardhur një gjë, pothuajse brenda vitit janë mbaruar të gjitha adetet. Pra kanë ndryshuar shpreha që gjërat e mira bëhen avash avash. Gjërat e mira në kohët e sotme bëhen shpejt e shpejt. Dhe jesë, martesë, e ke ndarë mendjen me herë. Flasim për një çift që vjen në dashuri me shikim të parë dhe bindën që janë të bërë për njëri tjetrin. Po. Kanë fare pse ti vonë në proces. Të keqja nuk ka kur të dyja mendojnë njësoj. Problem ka. Pastaj do të kemi një personazh, një qytetar unik të Tiranës. Sot në studio, ai quhet Romeo Bishani. Romeo është 53 vjeç, i cili bën stërvitje, unë e shoh shpesh, besoj që të gjithë kemi parë. Kush nuk e ka parë, po. Po, në paktën te liçeni i artificial i Tiranës, atje ku ai zhvillon dhe këto stërvitjet e tij, deri ku mbase për disa të çuditshme, për disa unike, për disa të veçanta. Ama trupin e ka fit, por trupin e shumë i mbajtur, kështu që do të thotë që vjen ato që ka bërë. Nuk e di nëse ka background sportisti, pra nëse është marrë me sport aktiv në të kaluarën, po që pasioni për sportin e ka, kjo është e dukshme. Po pasionin e ka, patjetër. Do të flasim pak rreth jetës së tij personale. Ai jeton me disa qen. Po, me disa qenusha. Disa qenush që faktikisht ajo është ëndra ime në të ardhmen. Ashtu? Me thënë të drejtën, po, të kem disa qenusha siç ka dhe Romeo. Bravo Romeo, je shembull me si të presim në studio. Po, me zi po pres të njohim nga afër. Edhe në fund, mbyllim me recetën e mirës. Shohim çka ka bërë Mira sot. Pulë me perime. Një pule me perime nuk i thuhet kur jo. Je me dietë apo si je me dietë, një pulë është gjithmonë e mirë, është më tepër e shoqëruar me perime. E kështu karamelizuar. Jo, më është salsa. E prapë salsa. është domate më është gjellë. Tiri është gjellë. Gjella është ngjyrë e merë. Si pikturli. Ka karrota, ka qep, ka duhet ketë speca gjëra tjera. Me pulë me portokall. Pulë me portokall, Po çfarë ngjyre duhet kishte se pastaj e bardhë, është e pjekur më. Mua pulë me portokall pash. Pulë me portokall. Ja, e morë inspirimin, thuaj Krisës ta gatuaj për drek. Çe pyet? Filloj. Mirë. Gatuaj e vetë, pra. Pyet, i temi Krisë. Ose merr aty poshtë lokali. E ke gjetur, mirë. Mirë. Okej, mirë. Do të çojmë në vijim, por fillimisht nuk ka zgjohu pa video virale. I shohim. Turku. Ja zakonshëm ky turku. Ky bën video pa parë. Nuk e dia ka hyrë në rekord Guinness ky. Fastest hand. Dora më shpejt. Po. Duket gati kur shpontazha e shpejt sa është. Me dorë shumë stërvitur, në fakt. Po. Por më shpejt. Thierry, kemi një pyetje për ty, njësoj siç kishte dhe ajo gocat e videot virale. Pse kur fluturojnë meshkujt quhen Supermana dhe kur fluturojnë vajzat quhen Shtriga? Edhe Superwoman, në fakt. E ke Wonder Woman-in po gjithsesi. Kryesisht, marrin masën. Atë e më fshirë. Atëherë, përgjigja ime është kjo. Kur fluturon një supervised, quhet Superwoman. Kur fluturon një shtrig, kupton? Kështu që nuk është se janë të ndarë gjëra. Pra ti po i kategorizon sa vajza Shtriga? Ka, tashi shtrigat ekzistojnë, no? Apo jo? I kemi mes nesh. Po edhe janë shumë pranë. Okej, kanë elemente dalluese? Ja, kanë një bist, kështu fshese. Kemi parkuar aty jashtë. Më të nëja. Sa e parajgjykime ka kjo botë, për zotë. Gjithmonë na e kanë bërë këtë gjë të tillë. Po nese, unë mendoj që është superfushi të qenurit dhe shtrig. Ka dhe shtrigat mira, mos janë të këqija shtrigat, nuk ka evil witch, ka dhe good witch. Po. Po, patjetër. Okej, mirë. Themi tek horoskopi jonë se sa herë që janë shtunë e dielë 2 ditë pushim. E hëna Elena dhe nëna vdes ta merr malli për horoskopi, kështu që është fiks momenti për ta shijuar. Pa fol për horoskop. Ecim se kemi 3 ditë pa lexuar horoskop. Ecim.
Si gjithmonë, Dashi. e nisim me dashi. Financat mund të krijojnë një shqetësim mes jush dhe një miku gjatë kësaj dite. Okej. Një shqetësim mes jush dhe një miku. Ndoshta dikush ju ka një borxh ose ndodhe kundërta, dhe kjo mund të shkaktoj tension. Përpiqeni të gjeni një marrëveshje që ju përshtatet të dyve dhe të mos se dini situatën të përshkallëzohet. Nëse ruani qetësinë dhe objektivitetin, mund të gjeni një zgjidhje të drejtë për të dyja palët. Që nga ky horoskop, më që nga i fokusuar vetëm te borxhi, as dashuria. Ose këto deshurit se kanë mirë punën me borxhet. Ose i kanë borxh, ose kanë këta. Ju pas kanë. Dikush ju ka një borxh, ose ndodhe kundërta. Po, tension. Kështu që bëni kujdes. Bëni kujdes se çfarë nuk kemi dëgjuar aman. Gjeni një zgjidhje të përbashkët, thuaj po ti kam, po ja kur të marr pagën e kështu gjërash. Bëni pak më tolerant. Të hënës. Ose lajni ato borxhe. Ose faleni atë borxhin. Falni. S'ta fal njeriu. Si thoni ju, t'ja falin? Po ne ashtu themi se lekët e deshurve janë. Po fare ose mund të jetë edhe duket që normal borxhet- ku dikush tani. Borgje. E thash me gjë borgje. Mos ka një. Po që në borgje të vogla, hajt, faljeni. Po që në shumë të mëdha pastaj, Deri ku deri ke 500 lekë. Qëhet i vogël? 500.000 lekë? Mima, për disa nuk qëtë i vogël. Çfarë thot mërë? Po deri ku pa falë? Një Po, pak 50.000 lekë mund ta falësh ti. 5.000 lekë mirë, okej, se... E pra, aq është në limiti. horoskop, ajo. 50.000 lekë tani. Njerëzit me aq shtu javë. Eci. një ngjarje shoqërore mund t'ju vendos përballë një personi që mbart shumë zemërim dhe pa kënaqësi. Ky person mund t'ju shohë si dikë të përshtatshëm për të shkarkuar problemet e tij. Situata mund të bëhet e pakëndshme për ju, pak, jo shumë. Kështu që tregoni të sjellshëm, por mos hezitoni të gjeni një justifikim për të larguar nëse ndiheni në siklet. Shumë në siklet që kanë demët sot. Vi kanë përballë një situate që ose përballë disa personave që duan të shprehen, duan të shfryjnë, po ju s'keni nerva sot, s'keni tërëzim u marr, bezdiseni edhe që mos tregoni të pasjellshëm dhe të mos i lëndoni. Mund të gjeni ndonjë justifikim që shiko se nuk jam pak i zënë sot, kam ca gjëra për të bërë. Tregoni të sjellshëm, por mos hezitoni të gjeni një justifikim për t'u larguar nëse ndjeni në Do të siklet. thënë do lodhen nga miqta, nga hallet e miqve. Po pse mik Do e është ai? bezdisi ndonjëri, do të ngjita ndonjëri sot aty që thot do merrem me këtë unë. Mik është ai që Edhe bezdiset çik me hallet hallet e tona. mia që kam, edhe fiks në ditën ku Demi nuk ka pikën e Terezis dhe pikën e nervit. Pra demi në rast se një dem, Ha. nëse është kushtot shumë, një dem. Në rast se është i ndjet në siklet, po ndjet ku dion, duhet largohet, e keni vetë ndorë, largoheni. Kështu që sa më herët aq më mirë. Kalojmë tek Okej, binjakët. Binjakët. Vendi i punës mund të jetë shumë i ngarkuar sot, sidomos nëse një koleg po përgatitet për një udhëtim të rëndësishëm pune. Kjo mund të rrisë tensionin dhe nervozizmin në ambientin e punës. Mundohuni të qëndroni të përqendruar dhe të mos përfshiheni në stresin e të tjerëve. Organizimi dhe qetësia do t'ju ndihmojnë të përfundoni detyrat pa probleme. Prap me punën keq edhe binjakët. Kolegu po ikër ka në udhëtim pune dhe që këta tjerët po ndihen të stresuar. Tani dy arsye ka, ose janë xheloz ose u bie gjithë përgjegjësia dhe puna këtyre tjerëve. Kështu që kuptova këtë legu ikën e u. Ishte kjo? një koleg, Koleg. po ikën në udhëtim pune. Dhe ju thot do të rritet tensioni dhe nervozizmi. Si? Nisi se gjë. Tani një koleg po përgatitet. Shumë ndërlikuar që nga sot. Gjeni Shumë cili ndërlikuar. koleg do të... Okej. Mirë. Tashun, ose janë xheloz, ose mendojnë që do u bjerë atyre një pjesë e punës. Do me thënë, kur ikën dikush, do zvendësohet ai procesi, do të bëhet. S'kam fajta ata të shkretët, çfarë të bëjmë? Po zgjidheni, paktës është halli jonë, është halli juaj. Më duket sigur që ka sot horoskopi që ka i përqendruar tek hallet e çdo shenje, si mund t'i zgjidhim që të jenë më të lirë. Dashi borxhet, binjakët puna, Demi kë kishte? Demi kishte shoqërinë, domethënë. Po. Këto që qajnë hallet. Gaforja. Ecim te gafurja.
Kjo mund të jetë një ditë shumë e mirë për ju. Imagjinata, intuita dhe kreativiteti janë në kulmin e tyre. Mund të ndjeni frymëzim për ide artistike ose projekte të reja. Do të ndjeni shumë mirë duke ndarë këto ide me njerëz që tregojnë interes. Të paktën nuk pas ka probleme të dukshme, ka forja. Vërtet, deri më tani që jam më mirë ka Po, të gjitha të mira, ditë e mirë, kreativitet, po, dhe Elena ndjeni gjore mirë super. Po, ka filluar në mban me hatër, mëse janë kohë mune dhe thot hajde, ti them dy fjalë të mira këtyre. Jo, nuk e di, nuk e besoj, po dhe sot i doli mirë. Po, shqyr. Mjefton horoskopi, se që ndodhë vërtet, fjalë mirë. Edhe ju që nuk jeni le të themi orientuar drejt gjërave artistike, pikturës, ose këndimit, ose një artit caktuar, sot është momenti mbase të vlerësoni për të fokusuar pak të artit, të tentoni minimalisht. Ashtu po si. Ecim, Luani. Po, Luani. Anë më Luani. Shojmë Luanërit. Qa thuhet? Shtëpia juaj mund të jetë shumë e gjallë gjatë kësaj dite, me mysafirë që vinë e shkojnë vazhdimisht. Kjo mund të jetë edhe pak e lodhshme në disa momente, mund të ketë edhe ndonjë shpërthim emocional nga një antar i familjes. Mundohuni të tregoni durim dhe të mos e merrni personalisht situatën. Drama familjare për Luanën. Kush janë këto mysafirët mi? Mysafirë që shkojnë në vijë dhe dikush do thotë aqna lodhe me gjithë. Do iki, do shpërthej. Si ka ndryshuar koha, dikur me zi prisnë mysafirët. Pse? Tani do të na ngeli fisi jot këtu. Më ka ndodhur 100 herë që kanë nga shtëpia. Janë zënë gjatë darkës dhe kanë qenë thjesht për muhabete politike. Si edhe një herë. Kur mblidhe si familjarët, për shembull, bëjnë një debat, mërzitej ndonjëri dhe ikte, kupton? Po konkretisht ishin debate që nisnin për çështje dhe qasje politike asaj kohe. Jo po me Partinë Socialiste, me Partinë Demokratike, jo po ky e ka bërë kështu, ky në kohën time ishte kështu. Edhe çohesh nga Torlina. Mërziteshin edhe secili vazhdon të folë. Sa mirë pas keni shpëtuar shumë mirë. Është më mirë të çohesh nga Torlina, them unë, edhe të ikësh, se sa të ikësh, e të bësh se ka kaluar mirë dhe kur e mbyll derën thotë Qmeni kjo, se duroj do të jetë socialistin e drejtë. Taktik shumë e mirë, kush ka të paftuar të pa dëshiruar në shtëpi, hapni në një muhabet politike se ikin vetë avash avash. Tani sot nuk e di a ndodh më, po më përpara... Edhe mund ndodh, në periferi ndodh, se janë lidhjet pak më të ngushta. Kavallarët tanë kanë pas marrë shumë seriozisht temë politike. Edhe sot merret, po. Një nga gjërat që më pëlqen shumë kjo emision, është fakti që ne nuk merremi me politikë. Po. Kemi alternativa ndryshe pra. Ecim. Kemi tek peshorja? Jo, Virgjëresha. Një koleg mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj emocionale gjatë kësaj dite. Stresi në punë mund të jetë i madh dhe dikush mund të ndihet i mbi ngarkuar. Mos u habisni nëse dikush hapet emocionalisht para jush. Përpiquni të përfundoni punën me përqendrim dhe më pas gjeni kohë për të çlodhur mendjen. Virgjëresha ndërkohë, po unë këtu, dhe të shpune ka kolegu. Kolegu të shkoj ke horoskopi vetë. Virgjëresha, boll halle pas ka vetë dhe me mingarkesën në punë, po ju dashka dhe kolegu që i vika aty të zyra për shembull dhe ju anë koka për lodhjen që ai ka. Psikoterapist sot. Si mjafton lodhja e tyre, po do merre edhe me të tjerët. Gjithsesi, çfarë bëni? Ju ra për pjesë sot do ta hiqni. Bëni si të bëni sot, shihesh, kështu që gjithsesi. Shihesh. Tani varet ku ndodheni po. Edhe gjeni si kohë për të shfjodur pastaj. Tani është kandari. Tani është kanari, po ec. Shohim. Fëmijët, miq të ngushtë ose një person i dashur mund të jenë pak të mërzitur gjatë kësaj dite. Shkaku mund të jetë financiar, pasi mund të mos ketë mundësi për të realizuar diçka që ata dëshirojnë shumë. Okej, pra mundësia. Kjo mund të krijojë pak tension emocional. Në marrëdhënien e çift nuk parashikon zhvillimet e veçanta. Shumë horoskopi çuditshëm, po më duket shumë sot. Shumë. Një mik thotë do të ketë nevojë për ju. Po mund të jetë dhe fëmia. Po. Interesant, pasi dhe jetë mërzitur. Pra, është shkak financiar. Shkak financiar, kështu që çfarë po i sugjeron të japin borxh tani? Tani unë s'po ja sugjeroj, ata po ja kërkojnë. Horoskopi paralajmëron që sot dikush do i kërkoj borxh. Në një mënyrë apo në një tjetër. Po. Kjo mund të krijojë pak tension emocional, po. Bëni si të bëni peshore,
Po. Marrëdhënie në çift nuk parashikojnë zhvillimet veçanta, po për çfarë keni vënë si fjalë leje fare? Po, marrëdhënie në çift jeni për isaj. Mirë, pak tani ka thënë që Nëse si të ta kem parasysh, ta din domethënë. do jeni një lloj. Mirë. Okej, ecim. Akrepi. Thuhet për akrepi. Mund të ndjeni të shqetësuar për një antar të familjes gjatë kësaj dite. Ky person mund të jetë i stresuar për shkak të punës, financave ose zhgënjimit sentimental. Mundoni të ofroni fjalë qetësuese dhe mbështetjeje. Edhe nëse nuk reagojnë menjëherë, dijeni se fjalët tuaja janë vlerësuar. Kjo dita sot që ka më shumë për të dhënë ose këshilla familjare, ose dikush mërzitet. Po mirë, shumë mirë, se edhe këta dua. Edhe këta dua. Deri diku, mund të jetë stresuar për shkak të punës ky personi, kështu që ndihmojeni pak. Partnerja. Po. Se di, na futin stres ky horoskopi. Cili ishte morali për akrepin? Morali për akrepin është që duhet gjendesh për edhe nëse nuk reagojnë menjëherë, dijeni se fjalët tuaja janë dëgjuar. Pra në sensin, gjithsesi fjala juaj vlerësohet, mos u merakosni. Reti, mos ke ndonjë sebeb sot? Po e kam pak më vonë, se çohet më vonë. Mirë, se thash ndoshta do doje të thoje diçka. Ja, pa. Më vonë. Okej, ecim. Çigjetari. Mund të kuptoni se marrëdhënia juaj po kalon një fazë ndryshimi. Mund të shfaqen disa mosmarrëveshje që nxjerrin në pa dallime mes jush dhe partnerit. Megjithatë, ekzistojnë edhe shumë pika ku mendimet tuaja përputhen. Përqendrohuni tek ato që ju bashkojnë për të forcuar lidhjen. Okej, fokusi i zgjetarit që nga në çift, fazë ndryshimi do të ketë për çiftet dhe mosmarrëveshje do të ketë gjithashtu, por në çift është mos e zakon që të kesh mosmarrëveshje. Nga gjërat më të thjeshta tek ato që mund të jenë më të komplikuara, por s'ka gjë, debatet e bëjnë lidhjen më të fortë. Ashtu i thotë horoskopi sot. Mos e vrisni mendjen. Rëndësi ka që nga këto mosmarrëveshje mos krijohen probleme më të mëdha dhe të zgjidhen sa më shpejt. Rëndësi ka që në punë që ngeni mirë. Se përmend fare. Ndryshe nga, nga tjera. Mirë, ecim te Biciapi. Njërë. Pozicioni i planeteve tregon se marrëdhënia juaj mund të kalojë disa ndryshime të rëndësishme. Në vend që ti kundërshtoni, përpiqeni të kuptoni dhe t'i pranoni. Është një moment i mirë për reflektim dhe për të hequr dorë nga zemërimi ose pa kënaqësitë e vjetra. Pasi të çliroheni nga këto ndjenja, do të ndjeni shumë më të lehtësuar. Duhet të shëroni deri diku traumat e vjetra, ju Biciapër. Duhet ta falni veten mbi të gjitha. Thashë të falni partnerin. Për Biciapin që ka për veten. Nëse për çështjet e tjera ishin për miq, për familjar, Biciapi e pas ka për veten e tij. Po. Duhet të ishin dorë nga zemërimi, nga pakanësitë e vjetra. Duhet të ndodhin disa ndryshime, thotë. Po, të rëndësishme. Se na bën mirë. Tita duhet t'i pranoni dhe t'i kuptoni. Horoskopi sot që nga shumë i thellë, shumë emocional. Reflektues, po. Ka shumë për anën shpirtërore dhe sentimentale. Nën rreshta, Sikur ta dinte që sot do ishte shi dhe njerëzit do ishin çikuntalla 4 vet. Edhe një dozë horoskopi negativ edhe si u bëm. Eci, mujori. Para fundit. Jep. Okej, të kesh një qëllim të qartë mund t'ju ndihmojë të përballoni më lehtë periudhat e vështira. Energjia e ditës mund t'ju bëjë të kuptoni më mirë drejtimin e marrëdhënies tuaj. Mund të zbuloni disa ndryshime janë të nevojshme për të ecur përpara. Nëse i shihni këto ndryshime si mundësi, situata mund të përmirësohet. Pra të kishin qëllim të qartë, ju ndihmon të përballoni më lehtë vështirësitë dhe periudhat. Fokusi sërish që nga në çift. Energjia ditës dhe bëj ta kuptoni më mirë drejtimin e marrëdhënies. Pra, por jo kjo dita pse është me shi deri diku që ka një ditë reflektimi për çiftet. Mund zbuloni se disa ndryshime janë të nevojshme dhe duhet të ecni përpara. Pra, ndryshime mbase në punë, në jetën personale. Këto i dini ju. Po pastaj situata të përmirësohet. Si më është duke horoskopi sot si një shekull. Si plot 15 vite. Duke sigur. Fiks një shekull. Okej. Peshi, që e fundit.
Përpiquni të merrni frymë thellë dhe të mos e ngarkoni veten me përgjegjësi. Mund të keni tendencën të mendoni për gjithçka që mund të shkojë keq. Kjo vetëm sa rrit stresin dhe ankthin. Në vend të kësaj, përqendroni tek mendimi pozitiv dhe tek zgjidhjet. Okej, merrni frymë, sa ditë e vështirë për gjitha shenjat, po peshqi që nga më i lodhur fare sa i thot kontrolloni një herë frymarrjen, pastaj shihni e bëni me jetën tuaj. Sepse numëroni deri në 10 pastaj reagoni. Pas kanë mendime negative për jetën. Mendojnë që ndonjëherë të kap ajo periudha që mendojnë që do shkoj keq, do shkoj keq, po kur mendon ashtu mund të ndodh fiks ashtu sepse e tërheq. Mendoni pozitivisht, të ju sugjeron edhe horoskopi për sot. Mirë, me plot gojë themi që shenja më e mirë për sot ishte gaforja. E merituar në 100% e saj. Po, patjetër. Shenjat e tjera nuk i ndajmë dot se kush ishte negative, se ishin gjitha bloz. Jo, gaforja. Një ditë është. Po. Gaforja ishte shenja mirë sot. Po, i kishte gjitha aspektet mirë. Okej, mirë. Bëjmë një pauzë shumë të shkurtër publicitare dhe vim pas pak me rubrikat e tjera. Kishte një pyetje shumë interesante. Po, do mund të doja ta gjëja edhe live. E pyeta dhe Pas 2 vitesh marrëdhënie më bëri një pyetje, Krisa. Jepi tash. Okej, pyeta për kitarët dhe i thash, duke qenë se është vetëm ky teli këtu, edhe tjerin, normalisht këtu janë nota, në pas notave që shtypet, këtu krijohet ai vibrimi, thash si formohet, do të thonë ka një gjë kjo, është kjo që ja jep gjithë. Vibrimi formohet edhe kur ti nuk shtyp fare ti. Shikon? Po. Kupton? Aha, po ti po luaje që parë vetëm një Kur e tel. shtyp, Po. Po. afrohesh më shumë. Okej. Edhe bëhet teli më i vogël. Normalisht kur ti shtyp këtu, teli ngjetet vetëm kaq. Nuk është më gjithi. Okej. Edhe sa më i vogël teli, aq më i lartë vibrimi. Kupton? Okej. Tani kuptova. Sa më i shkurtër teli dhe sa më i holl teli, aq më i lartë vibrimi. Po që ti tjeri, pse ja bëri këtë pyetje pas 2 vitesh lidhje? Duk sikur më tha, ua, luan kitare ti? Njëjtë më tingëlloj. Tani ishte momenti i dur, se ajo deri tani ka shijuar muzikën tënde. Dhe muzika nuk ka nevojë për shpjegime o tjeri. Edhe që moment shumë fantastik se ishte kështu, edhe po shifte, Ore, kam i pyetje unë. Tha, shami mo. Dëgjoj, me të drejtë unë lloj pyetje shkam, kështu që duke qenë se jetoj me një artist, po, do bëjmë pyetje të tilla. duhet ta mësosh kitaren, se e ke mjeshtrin në shtëpi, kështu Hiq këto, më thot mua, pastaj mëso kitarën. Po mund ta mësosh me këtë pedzën, çfarë quhet kjo? Ku do? Pedzën? Mo çash për bu? Penza. Po si petësh kështu, i soj është. Pedzat. Gazetari jemi në otiri, si jemi kitarista. Që janë pecat? Kene pas, cilën dhe ka qene me pedza. Në matematikë, që mirë ato forma të rekëndshme, rrethore, po. Matematika. I bënë në plastilin. Po. Okej, mirë. Nice, okej. Çfarë kemi tiri? Pak dite. Kemi fakt një ditës. Okej, shojnë faktin e sotëm. Në shumë eksperimente, njerëzit ndëshkojnë padrejtësinë edhe kur u kushton. Në lojrat ekonomike, për shembull, njerëzit shpesh refuzojnë ofertat të padrejta dhe kur humbasin para. Çfarë do thotë kjo vajza? Mbase kur përfshihet, pa nuk ka rëndësi kur përfshihet leku po jo. Po kur shohin padrejtësi njerëzit, reagojnë në një farë mënyre. Po. Okej. Por se kuptoj këtë pjesë. Në lojrat ekonomike refuzojnë ofertat të padrejta. Njerëzit reagojnë shumë, janë shumë më të prirur të reagojmë Të kuptuam, okej? Po pra, po kaq si në lojrat olimpike, jo olimpike, mo, ekonomike. Mund t'jenë lojra fati, për shembull. Okej, njerëzit shpesh refuzojnë ofertat të padrejta edhe kur humbasin para. Pra, ne ndëshkojmë padrejtësinë, po kur ofertat padrejta dhe kur humbasin para, për të humbur para, kush është ai që është i gatshëm të humbas para? Një sekond. Do shta kur mbasin para të tjerët, okej, dhe fitojnë ne, aty na duket mirë. Nëse ne ndëshkojmë padrejtësi na kushton që nga ana ekonomike, që nga ana personale. Çfarë pak bazim fakti sot. Ja, marrim një rast, e zëm, unë reagoj kundrejt një padrejtësie që mund të bërë që mua mund të më kushtoj punën, për shembull. Nëse shoh që bëhet padrejtësi dikujt, mbase në media ose televizion ku punoj, nëse reagoj
Pjesa e parë është Mund okej. të më kushtoj punë, dhe këtu futemi tek ekonomia. Tani tjerë thot loret ekonomike. Loret ekonomike unë quaj loret e Shpesh faktit. refuzojnë, thot, për çfarë refuzojnë? Ofertat pa drejta, çfarë është ofertat pa drejtë? Ja, Ti pra si e sa ke të kuptuar? përgjej një sekundë, vajza, Do që ta ma. sqarojë tamam ai. Jo, ta lexoj ku e ka marrë, tamam. Po. Ka diçka që s'na përputhet mirë, ose është një përkthim i gabuar, ose ne s'po e kuptojmë, nuk e dim. Pse nuk më del aty kur e kërkon? Aty ku e don nuk të del. Unë... Do që të japi më shumë kohë. Jo, më jo, Jo, nuk vazhdoni të ju. forme mora. Ti si e ke marrë aty? Shpjegoje pak si e ke kuptuar ti. Një të sekundë. Do që ta shpjegoj tamam ai se e ka harruar. Na futi në dilema që më pikë të mëgjesi tiri me këtë Dhe faktin. lojrat ekonomike, njerëzit shpesh refuzojnë oferta të padrejta dhe kur humbasin para. Që do të tregohen lojra ekonomike, ku nuk e kuptoj dot këtë gjë. realisht. Lojra ekonomike u mendoj thjesht jo domosdoshmërisht lojra fati, në sensin kur ti gjendesh përballë një situate Do me ku thënë- duhet t'investosh, duhet t'japësh diçka, duhet bësh një Refuzojnë deal, ofertat pa drejta, do me thënë nuk duan që të bien pre Jap. një rrengu që mund t'i Çfarë bëjnë do thotë dikujt. kjo, thot? Njerëzit janë gati të humbasin vetë, vetëm që të mos pranojnë diçka të padrejtë. Jo që të bëjnë, Kjo është po pjesa kjo është pak e rrallë. Po. Që ke rrallë si gjë kjo, po Ne pra, it's okay. prandaj se na bën të sens në Tani fakti, për shembull klasik, thot, është një lojë cila quhet Ultimatum Game. Një person ka 10 lek në dorë dhe duhet t'i ndaj me ty. Ai thot, mbaj 9, ty t'jap 1. Ti ke 2 zgjedhje, të pranosh njëshin apo të refuzosh dhe të merrni të 2-0. Kupton? A kupton apo jo? Ha jepi ku është përfundimi. Logjikisht duhet ta pranosh, thot, më mirë 1 se sa 0. Por shumica e njerëzve e refuzojnë sepse u duket e padrejtë. Na, u duke padrejtë pse të marrë unë një. A mirë, okej, në këtë aspekt. E pa drejt për veten e tyre, jo për botën. Po, mi pra kjo është pak a shumë pra që humbin, bra. Po, se ti një dhe... Ose unë një dhe ti nëmë. ofertat dhe të padrejtë, ose për shembull një lloj deali që për ta blerë shembull, shtëpinë kaq, do marr kaq përqindje unë kur ndahet. Kjo është tipike për shembull. Ka pas plot raste ku njerëzit kanë ka ndodhur kjo siç ka ndodhur kjo rasti që mora me lojën që më mirë mos marrim të dy thotë ai se sa të marrësh ti më shumë. Se sa të marrësh ti më shumë. Po. Edhe për fat keq se nuk do të marr raste konkrete, po ka pas shumë. Po më po raste të tilla. Se është ofeza nga një anë. Disa mendojnë, thonë, po më mirë po marr sa mos ngel pa gjë fare. Po ata janë më të zgjuarit që në fund ditës nuk janë të tua atëre, kupton? Për sa kohë nuk janë të tua. Base, okej, mirë, okej. Pas faktit të ditës, jemi gati për scrolling njerëz se kemi gjëra për të thënë. Okej, nisim. Michael B. Jordan ka marrë çmimin Oscar si aktori më i mirë dhe ka fituar Oscarin e tij të parë. Është mbajtur mbrëmja e çmimeve Oscar. I bie. Dje, po, në të gdhirë se është orari tjetër për tjetër dhe më pas janë shfaqur dhe të gjitha nominime dhe çmimet që janë marrë dhe Michael B. Jordan fiton Oscarin e këtij viti. Ai është kryeson si aktori më i mirë dhe mbi të gjitha Oscarin e tij të parë. Që jam e bindur që ky do të jetë kulmi i le të themi i çdo aktori kur merr një Oscar është çmimi që ndërron më shumë ti. A pati polemika deri tani se zakonisht ka aktorë që janë shumë ka pasur polemika. Jo, flas në sensin fakt se nuk është më ka dalë shumë Michael-i për gjatë. Prandaj po them ka aktorë që kanë karrierë shumë më të gjatë, që janë emra shumë të mëdhenj dhe po vdesin marrin një Oscar në karrierën e tyre. Ka marrë dhe Champagne Best Supporting Actor. Ka marrë Oscar për Best Supporting Actor. Champagne. Okej. Unë pëlqeu diçka ke ky Michael Jordan. Që shkoj të feston dhe pastaj në një fast food. Po, ka shkuar një fast food. Suflaqe? Po, e jo suflaqe, një fast food, që janë edhe kështë vënd kupën aty. Oscar, edhe po andën, dhe që një pushur platë me njerën si bënin foto, sigurisht. E të mërshme. Ja, jo, të në kënaqësi dhe vogla që marrin e jetë sa njerës. Po. Thjesht ai në të zhënë një restorant super luksos, me familjen, të hante një darkë. Si ke donë dhe kokra i qefit, zjodhi
Ka qenë dhe vona, ka qenë dhe vona. Zgjodhi një fast food edhe të ha normalisht, si njëri normal pa u bezdisur nga gjithë njerëzit që ishin mbledhur aty për ta parë që come on. Sa po ke fituar Oscarin dhe ti shko automatikisht hash një burger. Që është Si mendoni Vajda? Është e merituar? Unë nuk e kam parë filmin. Asun. Edhe nuk dua ta gjykoj, po kam dyshimet e mia, më thënë drejt. Se di. Kur mendoj që DiCaprio apo shumë të tjerë kanë marrë Oscarin pas shumë rolesh. Po më duhet pak, megjithatë kush jam mund që gjykoj aktorët. Çmimi është bler nga publiku. Kush jam mund që gjykoj, po në fund ti është. Mirë. Pas e ka bërë çudinë. Po mirë. Hajde le ti themi Urima, je ka marrë që ka marrë tani. Ka marrë. Janë kotë dhe afet. Pse mos marrë unë dhe të marrë këto. Si puna e asaj, fakti ditës. Më mirë 0 të 2 se sa. Okej. Ikim dhe një tjetër. Chiara Ferragni në romancë të re në Horizont, kush është kolumbiani që i ka marrë zemrën. Kolumbian? Po, pasi periudhë të gjatë të mbushur me tensione dhe lajme jo të lehta për Chiara Ferragnin, duket se tashmë po hapet një kapitull i ri në jetën e saj sentimentale. Sipas mediave italiane, Chiara, sipërmarrësia, është fotografuar në Milano në shoqërinë e një burri që mediat e identifikojnë si José Hernández, një menaxher me origjinë kolumbiane, i cili thuhet se po punon për një kompani shumë komshe në sektorin e gomave. Në fotot që janë publikuar, se që janë parë, në fakt, Ferragni dhe Hernández janë shfaqur duke shëtitur në një park të Milanos dhe kanë shtuar me një herë akoma dhe më shumë zëra që ata mund të kenë nisur një romancë tashmë. Për José Hernández? Për José Hernández. Ku e godis José? Duket emri më fake i mundshëm, domethënë që mund të. Është tipik emër kolumbian, tipik emër spanjoll. Më thuaj një emër latin, do thoya José Hernández. E ke dëgjuar? Parë që mund të vinë në mend. E ke dëgjuar në për filma, prandaj. Për këtë nuk dihet shumë, por si dihet. Përse dhe mund ta ketë gjetur se në funditës edhe Fedës nuk e se kanë e qetë, dhe e ka pas romancat e veta. Ata kanë vite që janë darë tashmë, patjetër që shumë normalit vazhdojnë jetën e tyre. Që është shumë gjë. Gjërat janë sqaruar. Me sa di mbyllet e çështjen e Pandorës, pati inventim. I mbylli që është okay. Po. Bravo. Një gati për të qyuar jetën dhe për të kthyer biznesin. Në normalitetit, se potencione ka pasur. Okej. Hajde martum dhe këtë çiftet. Tjetri. Sa më shumë dashuri paçin. Në Japoni, kur makinerit e vjetra nuk punojnë më, punonjësit organizojnë një ceremoni mirënjohje për vitet e punës. E bukur. Po, gjatë këtyre ceremonive, punëtorët mund të mblidhen shkurtimisht, të përulen, të ofrojnë fjalë falënderimi ose të ftojnë një prift për të bekuar pajisjet e para se të çmontohen ose të zvendësohen. Këto momente njohin shërbimin e gjatë të makinës në prodhim dhe rolin që luajti në vendin e punës. Tradita pasqyron idetë dhe kulturën japoneze të ndikuara nga besimet Shinto dhe krenaria prodhimit, ku mjetet dhe makinat trajtohen me vlerësim në vend që të hidhen në një vend të panjohur apo diku. Për disa mund të jetë budallik. Jo, për mua është shumë gjë e bukur, se realisht shumë e bukur. Ti ke punuar, ajo makinë ka punuar për ty për vite. Me erdhi natyrshëm ta krahasoja me situatën e ne shqiptarëve kur na prishet një pajisje që mund të jetë duke dhënë shpirt prej vitesh. Edhe ne jemi po tani e gjetë më dhesh, ai momenti shqiptari që e bën me çfarëdo lloj pajisje që s'punon. Po ecmë punon. Ne. Pica e doj çik me të shkun me kjo. Ma nxive jetën. Jo të bëjmë ceremoni. Do ti që ka punuar. Po thoya që për disa mund të jetë. Po që funksiononte vërtet. Po thoya që për disa mund të jetë budallëk. Për disa të tjerë jo. Unë nuk e di se ndihem për të. Nga një anë shoh si një vlerësim, si një mirënjohje që ata punëtorët kanë për atë makineri, cila të thonë jo, makineria nuk kupton dhe nuk është njeri, nuk është qenie. Akor për është një shenjë mirënjohje, e kupton? Një lloj vlerësimi. Shumë gjë e bukur, mua më vjen se duket shumë e çuditshme, po ta shohësh siç janë në foto, kështu që po nderojnë një makineri me lule para, kupton? Duket të tmerrsh. Mund të vjen edhe një prift, e kupton? Pse është kjo, pse do të nderojmë vetëm qenet e gjalla? E vërtet është. Okej. Kush e ka thënë? Eci, merrni shembull nga Japonia. Japonia është vite dritë larg. Jeni të ftuar të më ngushëlloni për prishjen e mikrovale. Se të bëj një çift, aq më shumë para dhe fokus dhe motivim pritet të ketë. Dini ju?
Nuk është shaka, është biologji, psikologji dhe sinergji emocionale. Sinergji? Po, sinergji, ndjes, emocionale. Kur intimiteti është i fortë, gjithçka rrjedh më mirë, stresi ulet, lumturia rritet, energjia rritet, vetbesimi shumë fishohet. Burri ecë më drejt, me kokën lart, gruaja ndihet më e sigurt, komunikimi përmirësohet, ose më saktë grindjet, gjendjet të tensionuara pakësohen. E gjithë marrëdhënia bëhet më lehtë. Bëheni një ekip, ëndërrojnë më shumë, mbështesin njëri tjetrin fort, ndërtojnë më shpejt dhe jeta bëhet diçka që ja dalin përballë bashk. Nuk është çështje performance, por çështje pranie. Kur dy njerëz e vënë afërsi në plan të parë, hapin një nivel lidhjeje që e bën gjithçka tjetër më të lehtë. Biznesi rritet, financat përmirësohen dhe qëllimet duken të arritshme, edhe punët e shtëpisë pushojnë së ndjeri si punë. Toni ju? është me thellë se kaq. Unë po kuptoj vetëm një gjë, gjithë ata që kanë vështirësi në biznes, t'i kthej një syt nga krevati se mbase do ju ecë. Unë se besoj fare ti. Artikulli kështu tha, ecën biznesi, ishte kështu do ishim bo milionera tani kështë. Nuk është vetëm të performanca, pra është si energjia, të pranimi, të fakti që është komunikimi, ata afërt jeni me njëri tjetrin, pra ndikon shumë gjëra. Ideja është tani drejtëmori kur ti je i lumtur në marrëdhënie, je i lumtur dhe në punë mendoj unë. Pra vin ato lidhen me njëra tjetrën, nëse ti je i qetë bëndërisht në shtëpi, kur shkon dhe në punë, automatikisht ti ende vazhdon ta kesh atë ndjesinë, atë qetësinë, ndihesh mirë, bën punën më me qejf, mezi pret shkosh në shtëpi. Nuk e di, mendoj që lidhen. Nëse je stresuar në shtëpi, je stresuar dhe në punë. Po. Patjetër që reflektohet. Fix dorë me një, shqiptar që puro. Ashtu. Okej, mirë, ecim. Me një. Dorë me një. Okej, 12 gabimet e zakonshme që ju pengojnë të humbisni peshë. Për çfarë do flasim tani me Pavlin? Brapa. Gabimet e zakonshme, I bëmë vetie, po ne sa hajde. Na thuaj 2-3 kryesore se do t'i flasim sërish më mbrapa. Po. Tani. Konkretisht janë që të drejtë. Janë shumë. Kur bëhet fjalë për humbjen e peshës, ne përballemi me një sër dietash, praktikash, zakonesh apo suplementesh të cilat na mërziten. Dhe në fillim mund na afrojnë si dieta ideale, por në fakt s'bëjnë asgjë. Megjithatë, edhe pas shumë përpjekjesh për të ulur disa kilogram, dietologët shpjegojnë se ka shumë arsye që pse peshorja nuk ndryshon. Përpos ushqimit, gjumi, stresi dhe orari i konsumimit të ushqimit luajnë një rol të rëndësishëm. Sipas dietologëve britanik, edhe pse mund të jetë munduese të ulësh pak peshën e fituar gjatë festave të fundvitit me dieta të shpejta, efektet e saj janë shpesh shumë afatshkurtër. Pra, ndërsa dietat mund të japin fillimisht rezultate, ato shpeshherë bëhen kufizuese duke i çuar individët në ankth dhe frustrim të mëtejshëm. Për humbjen e peshës duhet të keni kujdes mënyrën të menduarit, nivelin e aktivitetit dhe stilin e jetesës në përgjithësi sipas nutricionistëve. Duke pasur parasysh këto, gabimet që bëhen me qëllimin e humbjes së peshës janë të shumta, të cilat kufizojnë arritjen e rezultateve të dëshiruara. Kështu që konsumimi i pakët i ushqimit është një nga gabimet që bëhet shpeshherë, pasi kur kaloritë që konsumohen janë shumë të ulta, trupi i kundërsulmon. Truri ngadalëson metabolizmin për të kursyer energji dhe rrit oreksin tuaj. Është mënyra e trupit për t'ju mbrojtur nga uria e le të themi perceptuar. Tani, ne mund të ham pak, po mund të marrim akoma edhe më pak kalori, gjë që automatikisht pasaj i ngranon trupin dhe trurin që të futet në alarm, që ti ke nevojë të ruash energji dhe të mos, pra le të themi mos pësosh një gjendje të fikti apo diçka dhe ato kalori dhe ato energji që ke ruhen dhe pastaj të sjell këto problemet e tjera. Në fakt ndodh, edhe këtë ndjensinë e urisë. Konsumimi pa mjaftueshëm i proteinave është gjithashtu i padobishëm nëse qëllimi është humbja e peshës. Proteina është një fjalë kyçe e dietave, e cila gjendet natyrshëm tek mishi, peshku, vezët apo nën produktet e qumshtit. Dhe sipas ekspertëve, proteina arrit ndjesinë e ngopjes dhe ul hormonin e urisë, madje mund të përshpejtojë edhe metabolizmin.
Okej, mirë, mos të marrim gjitha me rast, do të flasim pas pak me Pavlin. Zakonet e keqe janë këto ngrënje ushqimeve pa mendje, domethënë. Po, të lëm disa provokace dhe dëna... Këto janë gabimet që bëjmë ne për të humbur peshë, janë gabimet zakonshme. Pas ose ne me Pavlin të flasim se si të mbajmë një dietë pa vuajtur dhe të humbim peshë, dhe mos pa gabimin kryesor që ne ngordhim urije dhe trupi pastaj fillon të... Edhe gabimet që i bëjmë, pra në qoftë se flasim për gabimet të tipit që mund të abuzojmë diku me kaloritë që nuk i dim, apo për çfarë gabime se kemi fjalë? A kemi për këto? Po, gabime që bën në dietat që ndjek. Po pra, unë kam përshtypje që dietë dim gabimet që bëjmë, thjesht i bëjmë edhe... I bëjmë se janë gabimet edhe nga njëra. Po themi s'na gjë, edhe një të fundit. Okej, mirë, shojmë dhe një të fundit? Po, se kjo është e lezetshme që ne. Po? Fjalori Gen Z për dashuri. Tu jemi gjithë shumë kuriozë. Po, nëse deri dje mjafton të thoje, do t'jemi përgjithënie bashk, apo je dashuria ime, sot marrëdhëniet kanë hyrë një epokë të re për kufizimesh. Nga situationship të ghosting, apo bare minimum të princess treatment. Fjalori Gen Z po riformulon mënyrën se si përjetohen, komunikohen dhe përfundojnë lidhjet. Situationship, pra që ka të bëjë me as e lidhur as e ndar. Nëse diçka karakterizon marrëdhëniet moderne, është frika nga etiketimi. Frika për të pranuar që jeni në lidhje me dikë, por edhe për të marrë përgjegjësinë që vjen me një titull të tillë. Pra, edhe duam edhe s'duam. Dhe si e quajnë këtë situationship është ajo marrëdhënie që nuk është zyrtarisht lidhje, por as diçka krejt rastësore. Në brezin ton ne e quanim it's complicated. Po, it's complicated. Është e komplikuar. E vjen edhe në Facebook. Po, pra, po. Tani Tani është situationship. Complicated. Talking stage, një tjetër term që përshkruan fazën e sikletshme kur flisni në rrjetet sociale ose në aplikacione takimesh dhe dilni në disa takime, quhet talking stage. Pra është ai momenti, faza vetëm e diskutimit, takimeve, por asgjë më shumë se kaq. Ne e quanim njohje. Njohje, po. Po ne i përdorim në anglisht. Janë më kështu. Lutem, ne jemi shumë avantgard sa i përket. Dhe me që të ju të gjithë zio. Ghosting. Më qënë se e përmëndëm, le të sqarojmë. Ghosting është kur dikush duket pa të dhënë asnjë sinjal, pa të thënë që shikon nuk dua të merrem me ty, nuk do të flas me ty. Në moment të kur ta lasin edhe si e kishim në brezin ton? Si thoshim ne kur dikush të kthente më përgjigje pas një arsye? Ta lë pa pritursin. Më para. Para se më lënë ku ka pas ghosting. Po ka pas o ka pas? Ka pas në jemë. Jo, konkretisht më shumë jepni sqarime ju ose e sqaronit arsyen që shikon nuk doni të vazhdoni. Po mirë, edhe raste ku janë zhduka, janë zhduk, ka kaput qafën, ku dëgjoj se që termi ka pas. Love bombing. Shumë ghostera para se të zhduken kalojnë një fazë ku të mbulojnë me komplimente, premtime dhe kanë gjithashtu dhe plane për të ardhmen, por që në fakt nuk kanë ndërmend të realizojnë dhe kjo quhet love bombing. Love bombing. Po, pra një shpërthim kështu dashurie të madhe, masive që merrin me shpërthim me boshë. Që fillon dhe thotë unë me ty shoh jetën, ti do bëhesh mamaja fëmijëve të mi, unë me ty do martohem dhe mikër, si ti e gishtash? Ata quhen, ne quhenim, disi quhenim ne këta, mashtrusa. Mashtrusa janë. Okej, micro-cheating. Kështu një mashtrimet e vogla, ose tradhtit e vogla. Duke kaluar nga faza e njohjes tek marrëdhënia, një tjetër term i Gen Z është kjo micro-cheating. I referohet një formë tradhtie që nuk arrin deri tek kontakti fizik. Në varësi të dinamikës së çiftit, mund të jetë arsye për ndarje, po, ose të paktën të dëmtojë seriozisht besimin. Shembuj tipik janë mesazhe të fshehta me ishin, flirt i theksuar, përdorimi i aplikacioneve të takimeve në fshehtësi apo dhe like-et e dyshimta në Instagram. Që janë tradhti e vogël kjo, ëh? Po, është dhe bare minimum apo princess treatment, pra minimumin e minimumit apo një trajtim si princesh. Pak a shumë princess treatment vlet më shumë pak për çunat, kështu është përdorur sot. Si për çunat? Princess treatment. Ju trajtohen si princesha. Më thënë ju çunat doni princess treatment, me doni trajtoni si princesha si gocën. Në përpjekje për të bërë zgjedhje më të ndërgjegjshme në marrëdhënie, Gen Z duket se refuzon standardet minimale dhe kërkon atë që e quajnë princess treatment.
pra vlen dhe duket kjo. vetja si. Kjo që ja vlen dhe për të dy. Si na duket vetja si gjyshër. Bare minimum The Princess Treatment u bën viral në TikTok duke hapur debat për pritshmëritë në lidhjet moderne. Dallimi është qartë, bare minimum është sjellja që përmbush vetëm kushtet bazë të një marrëdhënie të shëndetshme, një mesazh mirëmëngjesi apo një dalje her pas here, ndërsa Princess Treatment është përpjekja e vetëdijshme për ta bërë partnerin të të veçantë. Ju keni edhe një kështu vajza. Ju gjenerata juaj, keni edhe një vlerë tjetër, vlerë. Nuk është vlerë, po ja do se po lexoj një sekond, quhet efekti Flynn. E dini çfarë është efekti Flynn? Efekti Flynn është ky efekti ku çdo brez pasardhës është më inteligjent se sa ai paraardhës. Këtë e kemi diskutuar njërën, që këta të tjerët nuk janë më zgjuar se ne. Këta janë vetëm brez që kanë, le të themi, i kanë vënë kryqin efektit Flynn. Po. Jeni vetëm brez që... Dëgjove? Që e di çfarë do të thotë kjo? E kemi thënë dhe këtë herë tjetër. S'kem çfarë diskutoj më ke ky emisioni. Do thotë që ne jemi brezi më inteligjent ndonjëherë. Po ato sa po thash, nejse. Çfarë ishte ajo Krista? Fol bla bla është kjo. Si ishte 6-7? Ato se di unë, po që në mësoj Jeni Bodini na mësoj, si ishte ajo? Kështu? Ishte kështu. Slej, që ishte kjo? Ishte një gjë që me demek shumë bukur. Shumë bukur. Ishte shumë bukur kjo gjë. Me brezin e ri, po ja bëri kështu, të asun se dia, Romina. Me brezi alfa, të asun se dia. Ky është brezi që do rrej në këmbë shtetin. Ky është brezi që do bëjmë protesta. është brezi alfa. Në të ardhmen, bravo. Nuk i marrin vesh, nejse. Shumë bukur, ikim të gjej këngën, se shkoj vonë. Kjo është lot fare kjo, nuk e di. Dhe kënga që kishim herën e kaluar ishte ajo që unë hapa emisionin. Bojkën Lagos. Po këna Bojkën Lagos, asgjë e largët. Okej. Hajde. E para për sot. E para për sot. When you try your best but you don't succeed. Imagine Dragons apo Coldplay? Coldplay. When you get what you want but not what you need. Si quhet kënga? Pra të po kujtoj. Na 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 na. Nuk e di titullin. Në kështu Lost, në një gjë e tillë jo, a? Na 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 na. Më së që keni? Nuk të këngë nuk e Po na di mirë. vjen. Sorry, unë e them që nuk e di mirë. Guide. I will guide you. Guide you home. Guide you home. And I will try Try. I will try to what? to please you, to love you, please you. Please you. A vash me goca bëni pak më. Love you, Please you, I'll try to please To you. love you, to help Aty you, keni to menjen help e you. bu. Sot I më, I'll help try to you. please you. And I will try to fix you. E, po ti e ke bërë njërë këto, më duket. Aq më tepër se mani men për herë dytë. Nuk kujtova se më duket se na e ke thënë atëre. Fix you. E më When you mirë. try your best, but you don't succeed. Unë nuk e di pse di këtë këngë. Gjeni tekstin. When you get what you want, but know what you need. When you feel so tired, but you can't Nuk e di tjeri. Unë dërzon. Sleep. sleep. Stuck in reverse. Nëse vajza nuk kiseni për të punë. Mira, gjetëm që kush ishte pak. 0.2 pikë zgjedhët, bravo. Mirë. Kënga E tjetër. dyta. Po. Skyfall Adele. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Against it all together. Face it all together. And face it all together. Face it all together. Let the sky fall. To s'na kapi do të mate, ka dalë. Filmi Agenti 007. Unë ta nxjerrë është një regjia se e gjithë. Po. Faleminderit. Mirë, këtë e fituat. Hajde mo. E shqyrna mes edhe me ai ditas pikë të këte? plot.
Ka nga fundit, publiku, po. kjo është ikonike si intro. Gati? 3, 2, 1, go! Super këngë është kjo. A, ishim në Shqip, apo? Jo, është anglisht. Ka fillu këto tretat s'përgjej do. Gjeni këngë. E gjem publiku, E mbyllëm në të pjesë të parë, sa shpejt që iku sot. Nuk e di, më Ashtu? sugarit shumë shpejt. Dhe do vazhdo me pjesët e tjera, sa tani vinë të ftuarit. Boll më morët me ne, publicitet. Ike.